Jemi në fshatin Pocest, në njësinë administrative Maqellar, jo larg Peshkopis. Ky është sheshi i fshatit. Një shesh tërheqjes apo jo? Nuk ka qenë kështu. Është një nismë e banorëve të fshatit që ka kthyer tillë. Ktu ishte dhe balt dhe askund nuk shikoja asgjë tërheqëse, por gjërat ndryshuan kur djemtë e fshatit Pocest, me mosbesimin fillestar të shumë banorëve, nisën të ndryshonin gjithçka. Në 2023-shin e hodhën fillimisht si ide, nisën takimet e para mes të rinjve. Shumë banor ishin mosbesues, e natyrshme kjo, për shkak të premtimeve të pafundme të këtyre 30 e kusur vjetëve. Por gjërat filluan të ndryshojnë. Në 2024 kaluan në mbledhjen e fondeve. Një fond i konsiderueshëm u mblodh nga vetë banorët. Dhe sot, një vit më pas, ka një ndryshim të tillë. Rreth 10.000 metra katror të fshatit Pocest janë të shtruara tashmë me pllaka. Dhe nuk është ndalur puna. Në shumë rrugica punimet vijojnë, projektet vijojnë. Ku do të shkoj me këto projekte Pocesta? Në fakt, sot për sot, është padyshim një shembull për shumë fshatra të tjerë. Tregon se sa gjërat mundet të ndryshojnë me dashurinë për vendin, me dashurinë për fshatin, për qytetin, për vendbanimin. Të gjithë bashkë mundemi të bëjmë më shumë. Shikoni, unë mund të rrugtoj në shumë rrugica të këtij fshati, sot nuk më mbyt më balta, nuk më mbyt më dheu, por janë rrugica të shtruara me pllaka betoni. Dhe ripërsëris projektet vijojnë, projektet për t'i dhënë jo thjesht fytyrën e ndryshimit Pocestës, por fytyrën e dashurisë ndaj vendit tënd. Dhe kështu mund të bëjmë kudo, të ndryshojmë vendin tonë. Nëse nuk e bëjnë ata që kanë për detyrë, përpiqemi ne të gjithë bashkë, sepse në të mirë ose në të keqe, në halle e probleme, në vështirësi, ky është vendi ynë. Dhe padyshim Pocesta është një shembull i jashtëzakonshëm se sa shumë mund të bëhet me dashurinë për vendin. Shikoni, edhe këtej vijojnë rrugicat, banorët kanë ngritur dhe monumente, po kërkojnë të ndërtojnë edhe një bibliotek për fshatin. Pra, Pocesta është një shembull të cilin sot padyshim duhet ta ndjekim kudo. Shqipëria nuk është shtetare. Shqipëria është e jona. Dhe për gjërat që nuk shkojnë, nuk e ka fajin vendi, por ata që nuk e drejtojnë në formën e duhur vendin. Në të mirë ose në të keqe, ky është vendi ynë, është Shqipëria jonë.